Kujdesu se e vrat. Kujdesu se e vrat. Kujdesu se e vrat. Çfarë do bosh ti më? Çfarë shanti? Ti me fytyrë këtu më, armik i Shqipërisë. Ti shqipën Izraelit. Vini mercenar. Vini mercenar, vini trafar. Vini trafar. Vini mercenar. Bravo Baki Goca. Ati e nisë me ata, këtu i kemi këtu. Traftarët. Kush jeni ju më? Shikoni ata të veshur me të zeza. Këto janë mercenarët e Izraelit në Shqipëri. Shikoni ata me të zeza, shikoni pak. Ata nuk kanë numra, nuk janë oficer policie. Ata janë banda përkatëse të rekrutuar, të trajnuar nga Mossadi mbas. Shikoni pak hotele. Këtu ndalohet me konventa ndërkombëtare, ky lloj hoteli. Ky lloj hoteli ndalohet me konventa ndërkombëtare sepse është vrasës. Ky hotel vret njerëz, prandaj ndalohet. Shikoni pak të, shikoni pak të sërretër. Shikoni ka. Ta të fortët e Shqipërisë. Këta janë mercenarët e Izraelit të Shqipërisë. Këta janë armiqtë e Shqipërisë. Këta janë tradhtarët e Shqipërisë. Ju jeni mercenarët e Izraelit. Jeni mercenarët pushtues. Kush jeni ju që vini këtu? Ç'pun keni ju aty? Jeni të fortët ju, Shqipërisë ju. Ju jeni ardhur tradhtar. Jeni mercenar. Keni ardhur për pushtu këtë vetë. Shikoni ata me zezat, shikoni pak. Të gjitha janë mercenarë. Këta janë mercenarët e pushtuesit. Këta janë mercenarët e pushtuesit. Bravo profesor. Bravo profesor. Bravo profesor. Profesor, kujdes, profesor. Profesor, kujdes dorën, profesor. Profesor Sazani, kujdes dorën. Profesor Sazani, kujdes dorën. Profesor Sazani, kujdes dorën. Profesor Sazani, kujdes dorën. Kujdes dorën. Kush je ti më dha? Kush je ti? Ta dimi se pa. Kush je ti këtu? Ti s'ke numër identifikimi. Do bëjmë shmosne. Të shërojmë Shqipërinë nga tradhtarët, nga armiku që po pushton Shqipërinë. Ju më qa avokati më. Ju shërbin Izraelit më. Ju jeni mercenarët e armikut më, jeni tradhtar më. Ju jeni armiqë, nuk jeni shqiptar më. Ju shërbini armikut. Çfarë të bëjmë? Shikoni pak mercenarët. Të gjitha këtu që shikoni me të veshur me të zeza, ja shërbim të pushtimit Shqipërisë. Këta janë tradhtarët. Këta e shërbin Izraelit, jo Shqipërisë. Shikoni pak gjithë. Shqipëria s'ka vujt kur për hamzallare, për tradhtar. Ja ti keni ca. Janë gjitha të veshur me të zeza, dhe e zeza ju shkon në fakt. E zeza ju shkon. Profesor, kujdes duart se do qash. Profesor, kujdes duart. Profesor, kujdes duart. Profesor, kujdes duart. Profesor. Shikoni pak, shikoni. Posh kriminalët. Kush jeni ju? Kujdesu se e vrat. Kujdesu se e vrat. Çfarë do bosh ti më? Çfarë shanti? Ti me fytyrë këtu më, armik i Shqipërisë. Ti shqipën Izraelit. Vini mercenar, vini trafar. Vini mercenar. Bravo Baki Goca. Ati e nisë me ata, këtu i kemi këtu. Traftarët. Kush jeni ju më?
Kanë ofenduar me familje. Vjetu Oh! 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 Nuk shaf! Më ndihmoj të kush me syt. Me familje. Keni marrë polici me vete, se ta kishi polici me vete, jo bëni muskuj, via. Oh! Aja ti personi! Aja ti përgjejs! Ka me Oh! Nuk shaf! Ata arrestohet! Duhet arrestohet, sepse nuk du të ofendosh midis protestës. Nuk mundesh. Ju nuk jeni të projektonë në proja. Janë projektonë juaja. Edhe sikur t'ju juaja, është policia që ju bëron. Jo ju, gangstera. O ju plera që më doqët syt! O krysht e Mosadit që më doqët syt! O plera panubra që fshilja të si trafrar! Kujton se do verboni! O ju... S'po ja u thema ta. Edhe paradoksi, me paradoksi kësa historie, vjen pak i Goxhaj, i trejnuar për të pasuar syt. E djekur, ka Mosadi vjen dhe me pasuar syt, nga ju o plera. Ata atje, ata mercenarë, që pojnë i këtyra që Mos do lutet flagi. Qatë jetë? Altin duhet të punojmë me çik me syt. Po pra, po do me syt. Nuk mjafton aq. Oh! Se kokën e një anë, se kokën e një anë. Caktohet i ka. Se kokën e një anë. Hape syt. Po vjen me vjellë, se më ka dhejtë gojë, brada. Po vjen, futi gishta vjen. Hape syt. Po të fus gishtat vjellë, baj se po. Ka mujë. E mbajon. Unë nuk shoh mirë nga syta, që kam sytë Ti është i dytë. I pash. I pash kush janë maskare. Kush janë tradhtar. Ja ata dy atje, shikojni pak. Ata janë specializuar, janë trajnuar nga Mosadi. Se s'ka që shpjegohet, dhe mu sytë misollin vend, Baki Goxha që i trajnuar për të marrë me Mosadi. Se ja këtu jemi, në këtë fazë jemi. Altin pa shifit këto letra Do të punë thua. Besoj se po. Pa shifit e syt se kanë diligencë që të shkrinat e lëngun e asaj se a ishën gjitës. Po i hodhen lot. Në sy dhe ngoj. Tu në mbaj pak të Baki. Gjithë bota e di ç'po ndodh këtu. Çfarë ndodhi Altin? Mo fut në sy, vllai do verboj nuk shih Vjedhje çfarë. prone. Po të më djegin sot të dy të klas. Fëmijët me hormone. Ti ndruar seksi. Turki soti. Shunat me të zeza nga mbrapa mercenarët e oligarkëve dhe izraelitëve Hirni kapelen. Ju patroni. kanë hedhur lëng lotësh Altinit.
dhe i djegin syt. Ai, syt duan thjesht të pastrohen tani. O idiot! Kaq kishin mundësi të bënin. A kupton se apo për idiot? Kaq mund të bënin. Përdorën teknikat e Mosadit, që do janë, është Baki Goca që është trejnuar për të marrë me djegin e syve nga zagarët e Mosadit. Ka është idiot jenë, ka është budalin, ta kishin kërkuar së e kishin për. Idiot! Kurse ju jeni mercenarët e tyre se do të kishtë arrestuar. Sa i nuk ka drejta për i shëtim, ti ke të drejta, për se e polici. Po a i nuk ka të drejta, po ti nuk një vepro, se ti ke komandantin, i shërpen atyre. Se ata i shërpen atyre. Se kjo është qeveria shapat gojive. Opozita e shapat gojive, politika e shapat gojive, ju gjithë mercenarë me pushtu Shqipërinë. Po ne po luftojmë për tokën që kanë lënë atyre gjysëri, dhe që shërbim, me mjetet do me të sulmoni, nga sulmoni ne që po mbrojmë tokën që kanë lënë gjysëri tuaj, që fëmijën tuaj të keni një copë tokë, që s'do ta kenë. Ju jeni në anën e gabuar të historisë, ju jeni në anën e monstrave. Ata janë tradhtar të gjithë. Ata që janë në andej gardit janë të gjithë tradhtar. Të shitur për 5 lekë. Po. Emër Bakisi nga bashkoj prapë fati. Po. Nga mbi emri fillimisht tashin nga kauza. Ky është Baki Goca. Ky është trajnuar që të përballet me Mosadin dhe me torturuesit e Mosadit. Masoni Zoti më mishëm doqin syt. E kuptoni tash? Trajnim për heqjen e lëngut të syve nga. Ja. Pra lëngu i Mosadit erdhi këtu nga mercenarët e Mosadit atje, më hodh mua këtu, qelloi Bakiu këtu. Ke prasysh punë e Zotit, punë e Zotit. Ata janë punë e djallit, Zoti ja prish skenare gjithmonë. Ja ku jam tash. Po shoh. Më djegi syt, më djegi, punë e madhe. Jam vrarë tjerët para nesh, punë e madhe. Do na vrasin gjithë si palestinesët, si në Gaza. Se ky teli këtu ndalohet me konventa ndërkombëtare. Shikoni pak këtë lloj e telit. Ky tel nuk lejohet, e lëmë rrethime private, jo. Ky përdoret vetëm baza ushtarake në rast se mbrojtje baza ushtarake. Ky lloj teli ndar me këtë lloj forme quhet vrasës dhe ndalohet me çdo konvent. Këta e kanë vënë pikërisht për të na kujtuar neve që kjo është Gaza e re. Sa kjo zonja më dhe bëgdish. Mos e provoshi. Nuk ta pret Mela si që ndje. Nuk ta pret Mela. Zarat e këtyre ishtë. Erion Velia me shoke ishtë. Zarat e këtyre. Shabat Gojt e këtyre. E ja ku jemi pra, vazhdojmë protestën, pavarësisht gazit special Elmues që përdorin zagarët e Izraelit batan mbrapa. Mercenarët e trajnuar nga zagarët e Mosadit mbrapa, që përdorin të njëjtat helme që përdorin edhe në Izrael. Këta janë me veshet zeza, këta du t'i shënoni si ftyra. Këta du t'i keni gjithë si pamit, t'i dini kush janë. Këta janë gjithë Shabat Gojt.
I po i përdorin si zara, do t'i përdorin sa të mbrojnë këtë, të japin... Po si që kanë bërë gjithmonë? Të japin tokën e tyre dhe pastaj do t'ju japin shkelmi. Absolutisht. Dhe do ule do përtete dhe do qajnë anë dhe do thonë... Po fëmijët e tyre do abuzohen seksualisht nga pedofilet e Izraelit, si që kanë bërë gjithmonë. Kjo dihet. Hormone për fëmijë, po ju bie Edi Rama. I ktheni vajzat në djem në vajza. Me këtë do martohen vajzat tuaja, me këta që kanë ardhur nga Afrika, nga Indonezia, nga nuk kanë ardhur. Këta idiot që sot kuptuan se ishin peshkatarë dhe po kapnin peshq. Se kuptuan që ishin peshqit dhe ne ishin peshkatarët. Se gjithë Shqipëria pa teknikat e Izraelit. Se si funksionojnë, ushtarët e Izraelit si funksionojnë. Dhe hodhën një herë që Zoti kishte sjellë Baki Goxha, këtu që ishte trajnuar, ta trajtonte si jemi Mossadit. E kuptoni që e ka bërë vetes tamë, i ka treguar shqiptarëve si është e vërteta. Nuk e fshehin dot, nuk është punë e Bubi Kaçurek dhe Pelikanit Kaçurek. Është vendi jot që po ta zhdukin. Kjo është bazë. Kjo është kolonia e parë e Izraelit në Shqipëri, kuptoni. Nuk ka të bëj me Pelikanin e Bubi Kaçurek. Nuk ka të bëj. Ai është vetëm momenti si Edorama ta trajtoj, bashkë me Çim Pekën. Mua më duhet i në spital, kam qa keq. Shi se kanë goditur Klajdi Bellon. Çfarë thua? Qarë thua, more? Qarë thua, more? Jo! Po qasha për sytu, mos o zot. Ua! Po kjo jeni jume, normale. Të keni bërë dhe në Palestinë, do e bëni dhe Shqipëri. Hajde vla. Ambulancë ka këtu. Është qarë në kokë tjetri. E kanë goditur në kokë. Po vjen ambulanca. E kush e njoftoi? Allah ta bëf Zoti vlla. Po vjen ambulanca. Ua. Ua. E, na ndihmoni pak me alkool nëse ka ndonjëri për dezinfektim. Po vjen ambulanca than këta. Pa makinën aty kush ditë jap. Po pra, po, Sazani. E goditën. Po. Po. Kush profesor? Ku është? Ku është Sazani? Profesor, ke nevojë për ujë? E kalova, po kam hallën e këtij kaçar, i kanë gjynë kokë, i kanë qarë kokën. Kanë qarë kokën. Duhet të vejnë në urgjencë sepse në mikrokirurgji se ka nevojë për të qepur. Sazan duhet çomi Sazan. Ka profesor. Merrni profesorin ngrihen, se ngrihet do të jam. Telefonim avokatin. Kur do t'i qoj? O Klajdi, ke qeleshen. E ke Të Gjakosur. të Gjakosur. Pro, shik qelesha Klajdi Gjakosur. Profesori me zorecin. Efekti i lëngjeve të çufave. Klajdi Kujdes, profesor. Në mikrokirurgji direkt. Kujdes profesor. Mbani profesorin. Me zor ngrihet profesorin. Nuk gjinet dot aty, jo, nuk gjinet dot aty. Ndihmoni profesorin. Kemi dy të plagosur. Kemi Klajdin në kokë, që i ka dalë gjak dhe ka duhet shkojë në spital urgjentisht që të qepet. Kemi edhe profesor Sazanin, që ka marrë goditje. Sazani është mbrapa duke sjell njerëzit, pa e mbajnë. Klajdi është para. Unë jam këtu me kamera, se e di që mund vi policia për të arrestuar. Ata dërguan një polis para, që unë pa e filmoj, i cili mund të ketë marrë dhe urdhën për të përcaktuar se kush do të arrestohet. Unë këtë kamerë tash e kam për të ruajtur nga arrestimi Klajdi Bellon dhe profesor Sazangurin, se kuptohet për vetes s'mandjen. Ja, ish polisi që po jep porosit. Shikoni pa, ky që është përballë nesh, po jep porosit.